Horoskopi ditor, e diel, 29 mars 2026. Dashi. Mund të ndjeni të detyruar të merreni me një problem bezdisë sot, të dashur dash, dhe më në fund ta zgjidhni atë. Ekziston një energji e fortë shëruese e arritshme për ju. Nuk ka gjasa të pranoni kushtet të këqija për veten tuaj tani, dhe jeni gati të ndërmerrni veprime vendimtare. Gjithashtu po kërkoni mënyra të veçanta për të shijuar ose shprehur veten, dhe tani shijoni mjaft pasion në rritje për një projekt ose interes personal. Mund të jeni në gjendje ta shndërroni një punë shtëpiake në një aktivitet të këndshëm, veçanërisht ndërsa dita përparon, kur të qenit i zënë dhe të shijosh veten ndërsa merresh me detyra të rëndësishme vjen natyrshëm. Demi. Kjo mund të jetë një ditë për të mbrojtur dik ose një ide, i dashur dem, dhe për të ndjerë mirë që po e bën këtë. Mund të zgjidhni të ndërtoni marrëdhënie me miq ose një grup sot, ose mund të merrni drejtimin në një çështje, duke ndjekur rrugën tuaj krijuese, duke marrë parasysh edhe kontributin e të tjerëve. Në çdo situatë grupi, ju jeni një udhëheqës tani. Mund të lidheni me dikë me njohuri teknike për një problem që keni përjetuar, ose t'i vini në ndihmë dikujt me njohuritë tuaja. Mund të jeni në një pozicion të shkëlqyer për të hartuar strategji dhe për të hartuar plane. Hartimi i një plani master për një projekt ose sipërmarrje mund të jetë i kënaqshëm. Binjakët. Energji e fortë është në dispozicionin tuaj sot për qasje të reja krijuese ndaj një projekti të veçantë ose ndaj punës suaj, të dashur binjak. Është një kohë për të eksploruar në mënyrë aktive mundësitë tuaja dhe për të ndërmarrë hapa drejt qëllimeve tuaja më të mëdha. Mund të jetë një kohë më e mirë në përgjithësi për të ndjekur rregullat dhe për të bërë atë që të tjerët presin prej jush sesa të nisni një rrugë të re vetëm për momentin. Megjithatë, brenda këtyre kufive mund të bëni shumë. Gjithashtu mund të lidheni me të tjerë që ndajnë qëllimet dhe vizionin tuaj. Ka të ngjarë të jeni në një gjendje shpirtërore të ngjeshur, por të këndshme. Mund të ndjeni këndshëm, ambicioz dhe personalisht të sigurt tani, dhe po tërheqni njerëz në jetën tuaj ose po shijoni misi që janë veçanërisht përforcuese. Gaforja. Gafore e dashur, po mendoni për atë që është më e mira për ju në planin afatgjatë sot, gjë që ju ndihmon të bëni zgjedhje të mira. Zbulimi i një misteri nga e kaluara juaj mund të jetë në fokus. Gjithashtu, mund ta shijoni plotësisht punën në një plan të përgjithshëm ose një projekt të veçantë tani. Mund të jetë një kohë për një nxitje delikate, por të dobishme për reputacionin ose jetën tuaj profesionale. Energjia e mirë është me ju për zgjidhjen krijuese të problemeve sot. Mund të jeni të entuziazmuar për t'i ndihmuar njerëzit të kuptojnë pikpamjen tuaj dhe mund të jeni gati për një debat të shëndetshëm. Lidhja me të tjerët rreth ideve dhe idealeve mund të ketë një ndikim të fortë tani. Luani. Strategjia e biznesit mund të lulëzojë sot, i dashur luan. Mund të jeni duke hartuar plane efektive dhe duke zgjidhur problemet shpejt dhe me ekspertizë. Nëse ka pasur pabarazi në një marrëdhënie, ka më shumë gjasa ta adresoni këtë çështje tani. Çështjet intime gjithashtu mund të përfitojnë nga mendime, vëmendje ose diskutime të mëtejshme. Ka një intensitet të këndshëm gjatë ditës, pavarësisht fokusit tuaj ose mungesës së fokusit ndonjëherë. Lidhja dhe ndarja e ideve mund të jetë e kënaqshme dhe në fakt mund të fitoni mjaft terren në një misi tani. Angazhimi emocional dhe ndërveprimet më të thella favorizohen sot dhe kjo mund të jetë me një person ose edhe me një temë studimi. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, ekziston një energji e fortë për zgjidhjen e problemeve që sjell rezultate në një partneritet. Je jetur të përballesh me pabarazit ose të eksplorosh një aktivitet emocionues. Mund të kënaqesh plotësisht duke hartuar plane dhe duke dalë me ide të reja me një person të veçantë. Është gjithashtu një ditë e fortë për të sjellë më shumë kreativitet dhe vulën tënde unike në projektet e tua. Je pak më i tërhequr se zakonisht për pjesën më të madhe të ditës, madje edhe me energji të mirë për të ndjerë i lidhur këndshëm me dikë ose për të përqendruar në një marrëdhënie në një mënyrë të rehatshme. Më vonë sot do t'i shfaqësh ndjenjat e tua hapur. Peshorja. Mund të gjendesh në një pozicion të shkëlqyer për një projekt pune ose plan sot, i dashur peshore. Je i sigurt për një drejtim që duhet të ndjekësh ose për një plan që të vjen në mendje tani. Po mendon me terma pak më të guximshëm për punën ose rutinat e tua dhe ndihesh i etur dhe i etur për të kujdesur më mirë për shëndetin tënd. Ka energji të fuqishme për zgjidhjen e problemeve.
Mund të ndihesh mjaft i shtyrë për të kujdesur për problemet dhe detajet e vogla të jetës tënde të përditshme sot, por je gjithashtu në formë të mirë për të bashkëvepruar me një partner ose dikë të veçantë. Një qëndrim që mund të gjallëroj ditën nëse ke nevojë për një zbavitje. Është një ditë e mirë për produktivitet të lehtë. Akrepi. Ka të ngjarë të ndiheni më të pavarur dhe të gatshëm të shpreheni hapur dhe drejt për drejt sot, i dashur akrep. Energji e shkëlqyer është me ju për ndjekje krijuese dhe romantike. Ndjenja juaj e harmonisë dhe ekuilibrit është e fuqishme. Është një kohë e shkëlqyer për të hartuar një dizajn ose për të provuar një hobi ose formë të re argëtimi. Tranzitet e sotme kanë tendencë të përmirësojnë dhe mbështesin planet tuaja personale dhe nivelet e energjisë, ndërsa jeni gjithashtu gati të merrni përsipër përgjegjësitë tuaja. Jeni në formë të shkëlqyer në aspektin krijues dhe jeni gati të merrni një ose dy rreziqe me idetë, krijimet dhe ndjenjat tuaja. Duhet të jeni pjesë e lojës dhe energjia e mirë është me ju pikërisht për këtë. Shigjetari. Zgjidhja e problemeve është e fortë sot, i dashur shigjetar, veçanërisht rreth shtëpisë dhe me çështjet familjare ose personale. Tranzitet gjithashtu mbështesin sjelljen e më shumë ekuilibrit në botën tuaj shtëpiake. Vendimet vijnë shumë më lehtë tani dhe ka të ngjarë të jenë shumë të arsyeshme. Je gati të punosh për dikë që të intereson. Megjithatë, tani mund të shfaqen mundësi për të çlodhur dhe për të lidhur me të tjerët përmes aktiviteteve të këndshme dhe çlodhëse. Çështjet shtëpiake kanë tendencë të mbizotërojnë mbi shqetësimet e tjera sot. Megjithatë, je gati t'i shkundësh gjërat në mënyrë që jeta të mos bëhet e mërzitshme. Bricjapi. Vetbesimi juaj është i fortë sot, i dashur bricjap, veçanërisht në lidhje me idetë dhe interesat ose studimet tuaja personale. Ka energji të madhe për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht ato mekanike dhe mendore. Të tjerët mund t'ju njohin për fjalët tuaja të mençura ose inteligjencën. Jeni të shkathët dhe po i qaseni problemeve me guxim dhe drejt për drejt, gjë që sjell rezultate. Është një kohë e mirë për të ndërmarrë veprime për të ndihmuar ose mbrojtur. Jeni gjithashtu në një pozicion të fortë për të komunikuar ndjenjat tuaja me familjen sot dhe lidhja juaj mund të forcohet përmes një bisede të ndershme dhe të kujdesshme. Mund të kaloni shpejt nga gjërat e panevojshme në motivimet ose rezultatin e vërtetë. Ujori. Instinktet tuaja shoqërore janë të forta sot, i dashur ujor, por jeni gjithashtu gati të përqafoni aktivitete që janë tërheqëse ose kërkuese. Është një ditë e mirë për ide të reja dhe entuziazëm për një person ose projekt. Keni energji të shkëlqyer për zgjidhjen e problemeve me biznesin, çështjet financiare dhe praktike. Mund të merrni përsipër një sfidë dhe ose të ndërmerrni veprime për çështje të caktuara, veçanërisht nëse jeni ndjerë të humbur. Shkathësia juaj është në fuqi të plot tani. Është më e lehtë të ndiheni të energjizuar dhe të frymëzuar në mënyrë krijuese, veçanërisht nëse jeni në pozicion për të mbrojtur ose mbështetur idetë, gjërat dhe të dashurit tuaj. Produktiviteti vjen lehtë sot. Peshqit. Energji e fortë është me ju për veprim të sigurt sot, të dashur peshq. Është koha juaj për të shkëlqyer. Aftësitë tuaja të arsyetimit janë të shkëlqyera, veçanërisht për sipërmarrje të reja. Bërja e planeve dhe projekteve mund të jetë e fortë tani dhe mund t'ju entuziazmojë dhe motivojë. Përvojat që ushqejnë nevojën tuaj për të kuptuar dhe pranuar mund të jenë në qendër të vëmendjes. Të tjerët e ndjejnë sinqeritetin tuaj, duke ju përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Sot është gjithashtu e fortë për ndërtimin e rutinave më të mira dhe për t'i vënë gjërat në lëvizje nga e para. Mund t'ju pëlqejë shumë planifikimi i gjërave tani dhe përpjekja për të kuptuar një plan të përgjithshëm mund të jetë e kënaqshme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.